Përshëndetje miq. Të ndëgjojmë një shtaz shtypjake që fol. Në këtë botën i vetmi është ky, si shtaz që fol. Sepse nuk din çka fol. Shkojmë. Çdo mendimtar ndryshe me po më serb se serbe. Nuk ka për çashtu më më serb se serbe. Këta i shojnë kundërshtim politik. Shumë më keq se Vučićit, se këta janë me Vučićin. Këta janë zurra e trosh e Vučićit, politika Albin Kurtit është politikë e zurrës trosh të Vučićit. Pse? Sepse me shkatru Kosovën, me buxhete, me izolim, me sankcione, me Amerikë, me Evropë, veç duhet me ku djalli Vučićit. Aja ka rrit, bravo i kuft. Bravo i kuft. Që do të polarizime, që do të kanë edhe çfarë politikesh. Duhet më kanë edhe zero ide për strategji politike. Bravo, Blegosh. Sa herë fol Milain Zeka çështu. Po që si qëndrimi nuk e di sa përqind i quhet. Di pse ata vonë përgjigje, a di so ju quhet juve. Juve gjithë ju ka gjumus, jo vetëm ju ka gjumus. Gjithë ju quhet juve se ju integrimin e kombit shqiptar e keni pa dhe sheni përmes vijës Beogradit. Përmes Tiranës. Po, a di pse? A di pse unë nuk frikuna me fol me çiftin tan e çiftat e juj. Sepse vetëm një nakun minorancë në demonstrat edhe të nishës. Në krejt levit... Vështi nuk e kona? Na jo. Veselit, Ramush Haradinit, partner Limes tonve, që ju sot jeni kështu, e folnin e për studio, e na thyni, e na pushtroni, e na derdhni, sepse ky kryetër... Ti që a i ka bën? Me anin Albin Kurti, që ka koll parlamentin flok, që ka gjume zoll parlamentin, që ka nxjerr djemtë e Kosovës me uvro nga policia rumune, ky që i ka gjakos policinë e venit tanë, Hajde, rrën, hajde. Po populli ka di që s'ta ka dhënë votën oj lup, oj shtaz. O analfabet, o shqip folës. O zonë ta marrë ftyrën. Bravo, Drika. Tonë dim. Letrën se nuk folet me këtë matrapaz, me këtë tradhtar. Që s'me thëmë tërsantina. Me këtë nivel tult që ka ky ton arvez gazetar në kështë. Njeri më të poshtër, gazetari, nga gjuha, se ky nuk ka. Pse ta marrov zoti ftyrën ta marrov? E qunë vetën gazetare. Runa zopi këtyne. Meq, ndërgjut vetë. Jo, kaloni një ditë bukur, respekt për se cilën.